Kryeministri Edi Rama komentoi në mbledhjen e grupit të PS-s protestat kundër projektit turistik në Zvërnec, duke thënë se në epokën e rrjeteve sociale, protestat nuk zhvillohen më vetëm në shesh. Sipas tij, protestat shërbejnë gjithnjë më shumë si material për algoritëm në rrjetet sociale, të cilat favorizojnë konfliktin, zemërimin dhe përplasjet. Rama tha se protesta prej 20 ditësh tregoi se si sheshi është kthyer në një studio për të ushqyer algoritmin. Kush mendon se me like-et dhe me followers të vetë bën politik, ose bën vetëm politik, bën gabim. Me followers dhe me likes-et që ai mbledh, bën shërbimin e atyre oligarkëve më të mëdhenj të planetit që përmes algoritmit dhe përmes platformave pasurohen eksponencialisht çdo ditë. Kjo është arsyeja pse sot protestat nuk zhvillohen vetëm në shesh, por kanë nevojë për një shesh thjesht si përfaqësim i një lukunie që proteston në algoritëm. Madje, siç ndodhi këto 20 ditë, sheshi është thjesht një studio televizive e algoritmit. Është vendi ku filmohet materiali për ta ushqyer algoritmin dhe për ta justifikuar atë. Dhe pikërisht këtu fillon sfida më e madhe e demokracive të sotme. Demokracia e ndërtuar për qytetarët, jo për algoritmet. Janë ndërtuar për njerëzit që votojnë, jo për platformat që optimizojnë zemërimin. Kryeministri Edi Rama ka thumbuar edhe deputeten Mariana Koçeku, e cila u largua nga PS dhe do të qëndrojë në kuvend si ligjvënëse e pavarur.